Për shëndetje miqteni. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, si ditën e parë të muajit nëntor, do të marrim energjinë e përgjithshme të këtij muaji. Në dashuri, në punë, në lajme të mira. Një lajm fantastik do të vi së shpejti në jetën tuaj, për sa i përket financave dhe një lajmi dashurie. Hëna e plot tregon që kulla tuaja i mbron me dritën e saj, kurse njerëzit negativ i verbon. Jeni një person shumë i drejtë, që doni shumë pjesën e drejtësisë. Ju keni hedhur themele të forta për sa i përket pjesës së lirisë, pjesës së qetësisë, pjesës së harmonisë. Bashkë me personin tuaj të zemrës, ju jeni falendërues universit për këtë mrekulli që ju ka sjellë në jetën tuaj, për këtë shtëpi paqësore. Dhe pse jeni lënduar, lëndoheni shpeshherë nga njerëz që fort të mirë, ju keni një siguri në jetën tuaj. Keni një durim dhe një siguri tek pjesa e monedhave. Ju do të vi një burim i mirë financiar, por duhet të keni pak durim për të muaj. Luftoni fort që ëndrat tuaja të bëni realitet. Hypni si kalit dhe kaloroni fuqishëm drejt gjërave të mira, drejt rrugëve të mira, drejt një energjie të mirë pozitive. Dielli, letra e diellit tregon një transformim që do bëhet në jetën tuaj, dhe tek pjesa e bollokut, dhe tek pjesa e financave, tek pjesa e dashurisë. Ky princ do vi të sjellë një lajm shumë të mirë për sa i përket pjesës së financave dhe të pjesës së dashurisë. Ky mbret i shpatave tregon që është një person që do të sjellë një lajm të mirë tek pjesa e lajmeve për financa, të një biznesi, një punë të re. Dhe letra e dashurisë tregon që është shumë shpejt do të gjeni një dashuri të konsoliduar, që ka një pasion në të dy anët, një energji të fuqishme dhe mbrohet nga ky ëngjëll në univers. Me kë rezonon kjo energji e përgjithshme për financat, për dashurinë, për bollokun? Me demin, me virgjëreshën, me ujorin, shigjetarin, peshoren, binjakët dhe akrepin. Kurse me gërmën e alfabetit, me gërmën e parë të emrit tuaj, rezonon me gërmën sh, q, f, d, n, r, y, t, r, b, e, y dhe k. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.